Përshëndetje Ira, ti në cilin klasë je? Unë jam në klasën e 3 në shkollën Pavarësia dhe në klasën e 2 në shkollën Prenk Jakova. Shumë bukur. Si quhet mësuesja jote? Mësuesja ime quhet në shkollën e muzikës mësuesi Visar Osmanaj. Dhe në shkollën tjetër quhet Arta Ramabaja. A të pëlqen të luash një instrumente tjetër përpos pianos? Po, A të duket piano instrument i vështirë apo i lehtë? i letë. I lehtë. A të pëlqen më shumë piano apo këndimi? Të dyja. Nuk mundesh me i ndo, pëlqen dyjat. E përmende që i pjesë e shkollës Prenk Jakova. Apo na tregon pak për fillimet e para në shkollën e muzikës, sepse besoj që ndonjëherë din mos me qenë të lehta. Si ka qenë fillimi për ty në shkollë të muzikës? Kur kom mësu për notat në qelsën muzikor, mu më ka ndodhur të lehta, po në dorën e maj qelsi basit pak të vështira. Pak i vështirë, a? Po tash të jam mësu. Shumë mirë. E ndërsa në shkollën e përgjithshme ku vjen mësimet, në shkollën Pavarësia, a janë mësimet të lehta apo të vështira? Si kalon në klasë aty? Unë kaloj mirë dhe nuk janë shumë të vështira, po disa janë pak. Janë pak. Mësuesja është e vështira apo është mësuese e kuptueshme? E kuptueshme. E kuptueshme. Besoj që me nxënësit sikur jo dhe mësueset janë gjithmonë të mira. A ke ndonjë instrument tjetër cilin ke dëshirë me mësu përveç pianos? Po, Cili është ai instrument? është violina Violina, ose gitara. gitara. A ke shok apo shoqe të cilët e mësojnë gitarën apo violinën? Në shkollën e muzikës po flasim. Po, Sepse aty kanë drejtime të ndryshme, apo? Po. Edhe ti ke përgjithë si drejtim pianën. Ndoshta ti do të na bësh një pianiste shumë e suksesshme në të ardhmen. A mendon që të vazhdosh me pianën gjithherë? po, Domethënë është një instrument që ty të pëlqen jashtëzakonisht shumë, apo? po. Sa këngë ke? Një apo dy? 2. I ke 2 këngë. Cilat pëlqen më shumë, kënga e parë cilën e ke publikuar apo kënga e dytë? Kënga e dytë. Kënga e dytë. A ke përgatitur diçka me na këndu këtu në studio? Para se ta dëgjojmë në fund të intervistës këngën tënde të preferuar nga këto 2 këngë që i ke publikuar. A mundesh me na këndu diçka? Po. Hajde, po dëgjojmë. Ma për nanën e shikoj hanën, veç hana bën drit. Zemën ndjej afër e lan nga kjo votër, mërzi që shpirtin po ma fik. Kisha mujt me ty në mërë, veç njëherë me mash një zemrën, ajo e që ma kujto fminin. Shpirti e me tani zanin, edhe njëherë me m'pas ty tani nojni, që ma mësove dashnin. Të lumë, çfarë zoni tëmbël paske? Kush të ka mbështetur, mësojmë shumë të në familje dhe në shoqëri. Të gjithë më kanë vështit. Shumë bukur, edhe zërin shumë bukur e kishe. Faleminderit. A merresh me ndonjë aktivitet tjetër jashtë muzikës edhe shkollës përgjithshme që vijnë? A pëlqen sporti, a ke ndonjë hobi tjetër me cilin ke dëshirë me u marrë, po ndoshta për momentin nuk merresh për shkak të angazhimeve që i ke? Nashta e moj me pas hobin shkrimtare. Do më thonë ke dëshirë shumë të shkruash, apo? A shkruan shpesh? Po, ja kom nis pak me shkru një tregim të shkurt. A të pëlqejnë më shumë vjershat, prozat, apo të pëlqejnë esejat? Çka të pëlqen për momentin më shumë? Mua më pëlqejnë tregimet. Tregimet pëlqejnë. Ira, për ty në shkollë atë ka ardhur vështirë kur e ke bërë këngën, a ke menduar që ka ndonjë mesazh negativ? Jo. Apo na tregon pak rreth klasës tënde në shkollë? Për shoqet edhe shokët e tu. A ke ndonjë shoqe të ngushtë? Po i kam ja 4 a 5, se di sa i kam. Ke shumë shoqe.
Po, A të pëlqen me qenë e shoqëruar? po, Sa orë në ditë ushtron piano, Ira? 3 herë ose 2. 3 herë. A ushtron disa minuta apo ushtron me orë? Ndonjëherë me minuta, nëse e di ushtroj me minuta, nëse vetësoja kom nis me mësu me orë. Cilat vepra në piano që ke luajtur deri sot pëlqejnë më së shumti? Besoj je në klasën e I kam dytë. librat anglisht edhe bashkë me emrat s'ja Nuk po të kujtohen, Nuk apo? më kujtohen. Okej. Ndoshta për momentin je më shumë e fokusuar te notat, e fokusuar tek melodia të cilën kemi mësu, edhe ndoshta emrat nuk është që të bëjnë shumë përshtypje, apo? Po, Cila lanë të pëlqen më së shumti në shkollë? më pëlqen muzika, arte, anglisht dhe sporti. Shumë bukur. Kush ka qenë personi i parë që ka zbuluar që Ira din me këndu? A ka qenë dikush nga familja, prindrit, mami, babi, apo kanë qenë ndonjë mësuese e jotja? Kush e ka zbulu? Familja. Familja. Edhe pastaj kur kanë zbulu familja që Ira din me këndu, çfarë kanë vepru? Janë gëzu shumë për mua Edhe pastaj? dhe më kanë uru. Edhe ke vijuar në ndonjë kurs apo ke shkuar në shkollë të muzikës direkt? Kur ja kom nis në klasën e dytë në shkollën Pavarësia, ja kom nis edhe shkollën Prentjakova. Me kë ke dëshirë të këndosh më shumë? Kush ke dëshirë me të përcjellë në piano? Tezja ime Rinesa Krasniqe. Rinesa, tezën e ki mësuese të pianos apo është e lindur, talent e lindur? Është studente ajo. Është studente e muzikës, mos është? Po, Edhe ajo të përcjell në piano ty, apo? po. Era, nëse kishe pasur ndonjë mundësi për të bashkëpunuar me ndonjë artist, një këngëtar të famshëm, cili ishte? Ishte Ylli Mani. Nëse ke ndonjë mesazh për të gjithë fëmijët të cilët ndoshta dinë të këndojnë, dëshirojnë ta mësojnë një instrument, cili është mesazhi për ta? Çka ju kishe thënë fëmijëve të tjerë? Mos u frikso, vetëm vazhdo. Të lumt. Unë mendoj që ky mendim ka që mirë dhe këto fjalë që i the, do t'jenë ato të cilat do të shtyjnë ty të shkosh drejt sukseseve në vazhdim, sepse ke një zë shumë të ëmbël, edhe ne do ta dëgjojmë me shumë dëshirë këngën tënde të preferuar. A ta quajmë kështu apo jo? Po, Adia, ke diçka për fund? Jo, vetë suksese. Edhe faleminderit që ishe sot me ne.